Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar mbi ngjarjet edhe mbi dinamikat që po ndodhin brenda në ferm edhe jashtë asaj. Mimoza Ahmeti është një figurë që në fakt po përflitet, po komentohet shumë për të, po mbahen edhe emisione debative, është shumë pyetje rreth këtij personazhi. Do me thënë, ka ngritur një lloj diskutimi, që mendoj që edhe ju jeni dakord me këtë që unë po them, se sa vlerësohet arti te ne shqiptarët, sa vlerësohen personazhet të cilët janë të lexueshëm, të cilët kanë përfunduar studime, të cilët duhet të kenë një hapësirë pak më të gjerë dhe sa u jepet hapësirë këtyre personazheve, realisht do me thënë është për të ardhur keq se në çfarë gjendje po e tregon Mimoza jetën edhe veten e saj. Unë e ndjek, gradualisht e ndjek fermën dhe dëgjoj rrëfime të ndryshme. Dëgjoj rrëfime nga banorët e tjerë, por më së shumti më intereson jeta e Mimozës dhe çfarë rrëfen Mimoza. Duke ngritur një pyetje, a duhet të studiojmë kaq shumë në Shqipërinë të dashur tonën dhe mos të vlerësohemi fare? Mimoza ka treguar për jetën e bashkëshortit të saj. Një zotëri që ajo kujdeset për të, i cili vuan jashtëzakonisht shumë nga një sëmundje kronike, është edhe i paralizuar, por fatkeqësisht, më thënë burri një personazhit publik nuk mund të shëroj veten sepse i duhen para. Do të thënë i duhen para, nuk ka kushte Mimoza për shërimin e tij. Dëgjoni çfarë thot Mimoza sepse e kam cituar. Un kam punuar shumë. Kjo sakrifica me këtë që po mbaj 8 vite ka qenë e llahatarshme. Por më tha dikush që ka klinika jashtë që mund ta rregullojnë bashkëshortin e saj. Në Evropë ka, por është çështje lekësh, thot Mimoza. Jam e gëzuar, pastaj të shohim kur të shërohet, a do t'jetë më i njëjti apo nuk do t'jetë. I thash një herë po shita ndonjë pikturë të shtrenjtë, se ndodh ndonjëherë që bie e daci në kos, e i thash të blejmë një shtëpi të vogël. E më tha i, pse do ta komplikosh këtë gjë? Pse i thash? E më tha, po ku e di se kush jam unë mbase kam një shtëpi timen? U shpreh mes të tjerash. Do të thënë Mimoza ka treguar në fakt gjithçka rreth kësaj marrëdhënie. Mimoza është në gjendje që të jep gjithçka për të dashurin e saj, bashkëshortin e saj. Mua më vjen shumë keq një artiste si Mimoza, para mendoni çfarë diapazoni ka, çfarë zgjuarësie ka Mimoza, e dhimbshme. Mimoza jeton me qira. Kjo është e tmerrshme. Do me thënë, unë shpresoj që sponsorat të Ferma VIP të vejnë dorë në zemër edhe të ndihmojnë Mimozën. Do me thënë, Mimoza jeton në gjendje të tmerrshme. Edhe pse ajo në fakt ka vllaun edhe babain në Amerikë, por siç duket vështirësitë e jetës, nga që janë njerëz që kanë punuar me ndershmëri, janë njerëz që kanë punuar me drejtësi, nuk munden që edhe t'i ndihmojnë Mimozës. Do me thënë, Mimoza ka treguar që po bën 2 punë, 3 punë, vetëm që të arrijë të mbyll të gjitha harxhimet mujore, sepse harxhimet kanë arritur shumë. Me sa unë arrita ta kuptoj, do me thënë hyrja e Mimozës në Ferma VIP nuk është një hyrje thjesht, por është një hyrje për të drejtuar jetën e saj. Një jetë që Mimoza po tregon që e ka shumë të vështirë, po tregon që e ka shumë të dhimbshme dhe po tregon që po vuan shumë.